Territori i Kosovës për datën 23 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu në disa zona, ndërsa në pjesë të tjera do të ketë intervale me diell. Paraditja do të jetë me reshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja vijon me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 1 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 11 gradë Celsius, Pej 3 deri në 10 gradë Celsius, Prishtinë 1 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 12 gradë Celsius, Malishev 4 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 2 deri në 11 gradë Celsius, Ferizaj 3 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 10 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 13 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius,